që këta duhet jetojnë. Dhe diçka që unë besoj mendje të ndritshme si janë mendjet e tyre, sepse një pjesë madh Nobel në fizik, në kimi, ata i marrin vazhdimisht. Kam qenë faqe po graduar në Universitetin e Jeruzalemit, është e shkruar thënia e Einsteinit. Pasuria jonë është eksportimi i trurit. Po, i dijes. Po, dhe është e tillë. Është fakt sepse e kanë gjithë, kontrollojnë Amerikë, kontrollojnë median. Është e tillë. Stock market. Është e tillë. Po. Dhe ekonominë. Po mendoj që dhe për shumë dekada të tjera, atyre do duhet Palestina e para sepse është kraj i lirë puna. E dyta, është një forcë e cila është forcë vitale. Dhe sa më shumë të kuptohet kjo pjesë mbijetese dhe të themi një pjesë bashkëjetese të dyve, aq më shumë jetë do ketë për Izraelin, aq më shumë mundësi do ketë edhe për Palestinën. Ka një rrugë që e keni kuptuar shumë mirë. Sa më shumë të japësh dritë për një vend, sa më shumë ta përmirësosh nga ana ekonomike, aq më shumë i bien të themi interesat parake që janë, që është mbijetesa, që është forca për të mbijetuar dhe tjera. Në qoftë se ti ke ushqimin, në qoftë se ti ke mundësinë të banosh diku, në qoftë se ti ke sigurinë, po ngjitem pak në piramidën e Maslow't, në qoftë se ti ke këto kategori që po ja kërkon gjithë bota t'i bëj Palestinës, detyrimisht do bjeri pjesa agresive e tyre, që është pjesë e identitetit dhe është pjesë e mbijetesës. Ata duan një moral, sepse kanë moral historik mbi të gjitha, ata kanë jetuar bashkë. Një paraardhësit e tyre me paraardhësit e hebrejve të sotëm. Dhe ti nuk mund ta neglizhosh. Anglia që e bëri këtë duhet mendonte shumë më tepër, sepse Anglia duam apo nuk duam, ne është vend i cili gjithmonë projekton kufije. Edhe ne vetë jemi pjesë. Edhe Irani, po. Edhe Irani është pjesë, dhe Irani është, t'ju them dhe një element, Irani është shfrytzuar shumë nga forcat e perëndimit. Dhe ata janë koshient për këtë. Dhe unë besoj që Amerika duhet të ndërhydhe për këtë, që në bazë të interesave të veta, duke ngjallur këtë pjesën e bashkëpunimit që kanë pasur, t'u japi mundësi që të forcohen ekonomikisht. Sa më shumë të forcohen, teokracia e Ayatollahu që ka pasur edhe para 79-s, madje t'u them një element, një Ayatollah që ka qenë mbas viteve të luftës dytë botërore, ai ka qenë i pari që pakte interesin palestinez. Dhe pastaj në 79-ën Khomeini hypi edhe në fuqi. Dhe aty u prishën marrëdhëniet me Izraelin, përfundimisht dhe me Amerikën. Me Amerikën dhe Izraelin. Beni, solle një vëmendje për ngritur një pyetje interesante, që thatë që jetojnë paqe me nivelin e jetesës, dhe jam dakord. Por, po të shikojmë të gjithë të kriza që kanë prodhu luftra, kanë sjell lëvizje masive migratore, që kanë ndryshu demografinë vendet e Europës perëndimore. Po. Dhe kjo po sjell një lloj urrëtie brenda këtyre vendeve, me Londra për shembull sot është 70% huaj. Qartë. Dhe ajo çka është shumë e rëndë është që këto lëvizje masive migratore refuzojnë që të integrohen me kulturën vendas e ku shkojnë. Po. Dhe tash unë po t'jem si vendas në Angli, unë ku shkoj në Angli, unë shkoj për të pa kulturën, natyrën, filozofinë e anglezëve. Do thush që bota po bëhet një, po jo që të transformosh përmysësh të përmasa. Kështu që do të jetë ky një problem tjetër në të ardhmen e Europë. Besoj po. Duke pas parasysh dhe krizën ekonomike që ka Europa. Besoj po është fashitur. Është fashitur sepse për herë të parë këtë treguan vendet e Europës lindore, vende që vinin nga komunizmi. Dhe që për herë të parë treguan atë që nazizmi përdori edhe si ideologji. Andoni, si e shef situatën shtator? Tashmë
Partia Demokratike apo opozita, po Partia Demokratike, ajo është opozita, vazhdon ankimimet, zgjedhjet janë pandershme, në një kohë që zgjedhjet janë certifikuar edhe nga SBE Odiri, nga Komisioni i Zgjedhjeve. Në shtator krijohet parlamenti, një në anë këto thonë nuk i do t'i njohim këto zgjedhje. Vazhdon kënga e Kukuvajkës, sot më boni përshtypje dhe një fjalë patetike e Albana Vokshi në Parlamentin Evropian, gjë që ne e pam vetë në televizor, jam kërcënu me familje, me vajze, ku i diun. A mendoni se do të kenë rezultat me këtë mënyrë që ka zgjedh Partia Demokratike? Jo, nuk e besoj, dhe trishtimi më i madh është që shqiptarët nuk kanë një forcë me cilën të identifikohen opozit. Unë besoj ka shumë njerëz, besoj fusa dhe veten që e duam ndryshimin. E duam ndryshimin edhe krimin e një djathte. Më vjen keq që njerëzit që morën monopolin e të djathtës në vendin tonë janë njerëz që fillimisht nuk arrin ta kuptojnë, po e dyta që e degeneruan kuptimin e të djathtës shqiptare, që për hir të vërtetës, edhe nga ana historike, nuk u bë asnjëherë djathtë. E para sepse një pjesë e tyre u munduan në shumë kohë që të shfrytëzonin resurset e vendit. E dyta, me pushtetet e tyre të shkonin shumë tepër, dhe këtu kam njerëzit para luftës dytë botërore, ata që morën pjesë në luftë e shpërbën e përdorën shumë keq një pjesë të djathtëve, tim atë që ndodhi me komunizmin, ndërsa të djathtët mbas vitit 90, që shumë kanë ardhur nga mitra e komunizmit, më vjen keq e kanë degeneruar të djathtën në këtë moment që duket sikur është bërë tani nevoja e një apeli publik për ta ngritur një të djathtë. Si do të jetë dhe opozita. Dhe që do jetë opozita. De facto, unë nuk mendoj që kemi opozitët. Po mendoja që për ta do ishte fati madh në qoftë se Edi Rama do të tregonte edhe nga ana ideologjike që është i djathtë, sepse Edi Rama po e drejton Shqipërinë si i djathtë. Por nuk është fati tyre, duket që shumë njerëz të smajtës janë më shumë për shtetin se sa pjesa e të djathtës në thonjza, që në mendimin tim nuk janë fare djathtë. Gati është emergjencë kombëtare bërja e një të djathtë shqiptare, duke evokuar të djathtën historike shqiptare që burimet janë shumë të pakta. A mendon, burimet janë shumë të pakta, ke plotësisht drejt, Beni, dhe e fundit për ta mbyll, a mendon se kjo Parti Demokratike mund të ngrehet në rrënojet e kësaj sot një djathtë? Nuk e besoj, nuk e besoj, sepse e para nuk arrin të shikojnë të kaluarën, nuk vlerësojnë të tashmen dhe nuk e duan të ardhmen. Nuk kanë perspektivë. Jo, nuk kanë vizion, sepse pikërisht nga këto dyja, ato akoma gënjejnë për tashmen. Qëmesin darkë.